me veten me ushimin, që do të thotë që ty pastaj ato qoftet më nuk të hynë më në sy. Dhe ne kemi përdorur shpesh herë ose kanë përdorur prindrit tanë për cigaren, për llokumet, kur i kanë dhënë pakun e madhe të llokumeve, pikërisht që fëmia pastaj po është konkrete. Që mos ta duash pastaj, kaq shumë të motish. E neveritja, po kjo neveria unë do vija te psikologjike, te ana psikologjike. Kjo neveria është, pra kjo ndodh tek vajzat, në timin unë do thosha tek pacientët që unë kam trajtuar me anoreksi. Fillojnë i thon vetes që është ky ushqimi që po hanësh, aq i keq, nuk i bën mirë, sa fillojnë neverisin, pra raportin që kanë me ushqimin kanë një lloj neverie me ushqimin. Dhe kjo neveria me ushimin faktikisht bën që nuk është fare i shëndetshëm, nuk është i shëndetshëm. Pra, dhe është shumë e vështirë, po është një eksperiment me trupin që nuk është e lehtë për të rimarrë. Ndërsa në momentet kur një fëmijë 13 vjeçar të shfaqet në një peshë 90-100 kg, ajo është vërtet e tmerrshme. Dhe unë do këshilloja dietë. Fjala dietë është pak e rëndë, sepse jemi mësuar me ato dietat e tmerrshme, dietat strikte, dietat jo rezultative, ato dietat të cilat të bëjnë të humbësh 5 kg dhe të marrësh 15, sepse personi mban një muaj, e mban regjim rigoroz atë dietë dhe arrin të humbasë ato kile, dhe direkt pas asaj i kthehen një mënyrë regjimi ushqimor të tmerrshëm. Se këto mund vazhdojnë të rritën, patjetër. Mund vazhdosh të rritën me një. Atëherë, unë jam pro një regjimi ushqimor, që do thotë një regjim ushqimor konsiston në marrjen e 5 vakteve të domosdoshme për organizmin, por duhet mësuar, me që ushqimet janë gjithë hormone, me që ushqimet nuk janë bio, me që ti je rrezikuar nga yndyrnat e tepërta, nga karbohidratet e tepërta, atëherë do ishte e mira që ti të konsumoje 5 vakte, ato vakte të ishin të vogla, natyrisht vaktet ndërmjetme janë të shkëlqyera për të shuar urinë që ndodh ndërmjet dy vakteve, gjithashtu dhe ushqimi duhet të jetë i kontrolluar, pasi një fëmijë 90 kg në moshën 13 vjeçare është i tmerrshëm, që kanë pak mbi peshë, janë pak buçko. Gjithsesi do ishte e mirë të ishte në forma perfekte, por që nuk është ndonjë problematike e madhe ajo gjë. E rëndësishme është që mos të arrihet 20-30 kg mbi peshën e duhur. Dhe pastaj kur arrihen këto kile kaq të tepërta, që është shumë vështirë, kanë filluar të rinë tanë, një pjesë e kam dëgjuar që nuk bëhen shumë merak, flas për ata që janë mbi peshë dhe që nuk kanë dhe vullnetin, kanë filluar të thonë që s'ka gjë, se po të kem lek, i nështrojmë kirurgjisë plastike që në to dhe heq vjamrat andej këtej dhe e rregulloj trupin si të dua duke paguar para, domethënë duke mos bërë asnjë Kirurgjia plastike nuk të jep garanci që ti kirurgjia plastike nuk të jep asnjë lloj garancie që ti nëse do ushqesh me të njëjtin regjim, ti do kesh të njëjtën formë trupore, domethënë nuk ekziston sot në botë, në asnjë vend që ti mund të paguash 500 milion lek, 500 miliard lek, nuk e kam iden çfarë shifra është katastrofike, dhe ti do ke paguar shumë lek dhe pastaj do vazhdosh të ushqehesh çfarë të duash ti, të hash pafund. Dim tashmë që ushqimi është gjëja më e mirë që ekziston, është e vetmja gjë që të jep kënaqësinë më të madhe në botë, por që duhet të jesh i privuar. Gjithmonë gjërat e bukura, këtë mund ta shpjegosh ti biles më mirë, gjithmonë gjërat e bukura janë të frikshme, janë të dhimbshme sepse kanë pasojë mbrapa që të shkaktojnë gjëra të tjera. Unë do thosha që nuk është fal për ato që pinë pastaj, vajzat rregull që pinë. Ato që pinë mund ta kesh të sigurt kancerin në stomak, në zonën e esofagit, ke të sigurt. Di shembull kështu po dhe një aktore madhe greke, Aliqi, si e ka emrin, ka vdekur shumë e re, shumë simpatike, shumë e mirë, vetëm nga përdorimi i tepër, domethënë pinte shumë nga këto, ku diun për të dobësuar, për të mos pranuar me ushqime dhe do ka pasojë katastrofike edhe kjo pjesë. Atëherë unë e theksoj, jam shumë kritike ndaj liftin. Pra jam shumë kritike ndaj operacioneve plastike, sidomos kur do thosha që ofrohen apo individët kanë qef t'i bëjnë me idenë që unë po ha. Nuk mund të ndodhi një gjë e tillë. Ne jemi në jetën reale, më duket pak çdo njëri nga ne mund të ketë fantazma të ndryshme, delire të ndryshme, pra unë mund të ha çfarë të dua dhe pastaj po vete po bëj një operacion. Mund ndodhi në raste ekstreme, por unë do ngrija pyetjen si psikologe klinike, do thosha çfarë strukture personaliteti ke. Ndimin pse? Sepse ta konsiderosh trupin si një objekt ku e fryn dhe pastaj e pret, unë do thosha jo të gjithë e bëjnë një gjë të tillë dhe një të kohë më timin të heqesh ato dhjamrat
që sot më shumë shikojmë dokumentare televiziv ku jepen imazhe, pa ato janë shumë të frikshme. To janë ëndra prakotës, duhet të para shumë e madhe që të fillosh të ndrosh nga pas gabim. Po nuk tregohet i gjithë realiteti, pra nuk tregohet dhe jepet unë prandaj nisa që në fillim emisionin që imazhi është pak fiction, pra ripreket, retushe, pra që ne përdorim. Pra ideja është unë nuk vërtet sot operacionet plastike t'japin idenë që ti mund të kesh trupin që do dhe mund të kesh imazhin që do. Por në fakt harrohet që ose do thosha studimet ose marrim vetëm skandalin e fundit që ka ndodhur në Angli, në Shtetet Bashkuara, në Brazil, në lidhje me do thosha fryrjet, në timin përsa e përket gjoksit, pra silikonit, i cili faktikisht doli që ishte jo kundrejt parametrave të duhura dhe shumë gra sot preken nga kanceri. Pra, ky është një skandal aktual, në timin do thosha në Angli sidomos, sepse është shumë herë më i kujdesshëm përsa e përket shtetat të vetë, dhe do thosha që pikërisht, po kjo shfaqet një 30 vjet mbas. Pra ne marrim vesh 30 vjet mbas. Atëherë shumë gjëra, shumë produkte janë të reja dhe akoma nuk janë testuar dhe në përgjithësi një ilaç merr 10 vjet, në timin praj, që të testohet merr 10 vjet kohë. Plus efektet dytësore tjera me radhë, studimet që variojnë nga 10-15 vjet e tjera me radhë. Kështu që do thosha që duhet pasur pak shumë kujdes në raport me në të menduarin për këtë gjë, thash që nuk është se është e përhapur, sepse sigurisht i futesh një rreziku të tillë dhe para njëherë duhet kesh dhe shumë para dhe pak njerëz janë ata që mund të ta mendojnë këtë, por edhe sikur ti ken ato mundësi, është kjo që them. E rëndësishme është që ti, nëse nuk do kesh atë regjimin ushqimor, këto kilograme merren përsëri. Nuk ekziston domethënë asnjë gjë nga shkenca sot për sot që ti nëse do bësh të gjë, ti nuk të rikthen kilogramet. Absolutisht duhet jeti kujdesshëm dhe të mund ta bësh vetëm ti si person, natyrisht duke privuar diçka nga dëshirat dhe kënaqësitë që trupi dhe syri ka. Themi gjithmonë që ka shumë rëndësi. Nuk e di, unë kisha një pyetje që më lindi kështu, themi gjithmonë të ham shumë zarzavate. Po, çdo organizëm ka një mënyrë të ndryshme tretje të zarzavateve të ndryshme që domethënë duhet ta njohë njeriu veten e vet, metabolizmin e vet. Janë edhe ato teoritë në lidhje me gjakun, me këtë ushqimin të ushqyrit sipas gjakut apo ku diun se zarzavatet janë, po ka zarzavate të patreqme për po themin. Në fakt është e rëndësishme të tihet një përbërje trupore e jotja, e cila konsiston në masën trupore, në masën diamore, hidrike, skeletore, metabolizmi, muskujt dhe gjithçka. Çdo kush duke njohur këtë analizë trupore të tij personalisht, di arri të kuptoj pak a shumë ushqime të cilat pra si ta dim këtë, shumë ta marrim thjesht, ta shpjegojmë thjesht, si ta dim këtë se çfarë duhet ta unë. Duhet të bëjmë një analizë trupore. Analiza trupore duke parë sa është masa diamore e jote dhe duke parë masën diamore, ti mund të kesh për shembull masë ujore më tepër se masë diamore. Mund të kesh muskuj më pak. Cila është ushqimi? Pra duhet bërë kjo analizë simbolik apo jo? Po. Bëhet tek ne një analizë e tillë. Po, shumë e thjeshtë. Ushqimet të cilat mund të krijojnë masë muskulare, mund të ndihmojnë në rritjen më tepër të sasisë së ujit të lëngjeve në organizëm, sepse mund të jesh dehidratuar. Mund të kërkohet të shkrish masën diamore. Pra, duke ditur këtë gjë, ti pak a shumë arrin të kuptosh natyrisht në sajt e një dietolog, një sajt e këshillues të dietolog, i cili arrin të përcaktojë saktë dhe ushqime që i përkasin trupit tënd. Ekziston dhe dieta sipas grupeve të gjakut, ajo është një dietë e bazuar në grupet e gjakut, e cila përjashton ushqimet të cilat mund të krijojnë probleme në organizëm, qoftë në rritje në peshë, qoftë në ulje në peshë, ose të ndihmon pak a shumë për të ditur sëmundjet. Duke ditur sëmundjet, ai të shmang nga menyja mujore ditore, të shmang ushqime të cilat janë të dëmshme për organizmin. Ndoshta duhen servirur pak më thjeshtë për të kuptuar se ne i marrim janë, ku diun, mënyra se si shkruan nëpër tabela, është një rëmujë vërtet kur lexon këto libra me këto grupi gjakut 0 është një grup mish ngrënës, ka një sistem tretës, është një grup gjaku 0, është mish ngrënës si grup gjaku, ka një sistem tretës të fuqishëm, një sistem imunitar të fuqishëm. Aja është tek perimet dhe zarzavatet. Ti do të konsumosh pafund perimet dhe zarzavate? Po, ka një mjedis alkalin në organizëm dhe jo aciditet të tepërt në stomak. Kjo bën që nuk e tret shumë mirë mishin. Ka probleme me mishin dhe me frutat e detit, cilat janë me guacë në përgjithësi. S'ka mirë, s'ka fruta deti unë, për shembull, grupi i gjakut tim. S'ka, po nga pak. Nuk është të thonë që në fakt nuk është keq dhe është shumë mirë që çdo njeri ti ditë marrë informacion, sidomos për ata meraklit dhe themi se ka dhe njerëz që nuk kanë mundësira, nuk kanë kohë, sigurisht po flasim edhe për kushte jo luksi,
se është e rëndësishme, po për kushte kur njeriu nuk ka probleme të jashtëzakonshme, se duket ndonjëherë kur ke probleme shumë të mëdha, më të rënda, nuk e ka njeri mendjen tek këto gjëra që po flasim. Po themi për kushte normale, për njerëz që kanë kushte normale dhe duan të ndihen mirë. Në këto ushqimet, produktet që eliminohen her pas here dhe që njerëzit marrin një lloj informacioni, për ta hequr, tashmë është dhe buka. Buka. Ha bukë ti, Marinela? E konsumoj. Konsumon jo bukë? shumë, po... Jo shumë, po pak. Sa i thua pak ti, se nuk e di çfarë... Një fet, dy